Mos e humb kohën. Universi u dhuron 4 shenjave udhëzim që ndryshon karrierën. Vepër të dielën. Kjo është një thirrje urgjente. Karriera juaj do të ndryshojë brenda 24 orëve. 4 shenja po marrin një udhëzim të qartë dhe gjenial nga universi. Mos e humbni kohën duke dyshuar. Ju duhet të veproni të dielën, sepse pas kësaj porta e fatit mbyllet. Zbuloni menjëherë, a jeni ju në listë dhe cili është hapi i parë që ju duhet të ndërmerrni për të pasuruar. Britsjapi. Udhëzimi që ndryshon karrierën tuaj vjen në formën e një kërkese për rindërtimin e hierarkisë dhe braktisjen e një angazhimi të vjetër. Keni punuar fort, por jeni pengjë një strukture që nuk ju lejon të rriteni. Udhëzimi nga universi është largohu nga burimi i vjetër. Shansi juaj për të vepruar të dielën është i lidhur me marrjen e një vendimi të guximshëm, ndoshta duke kërkuar një rritje page të papritur, ose duke i dhënë fund një bashkëpunimi që ju pengon. Mos u friksoni nga vetmia në maj, karriera juaj po kërkon të merrni përgjegjësi të reja dhe më të larta. Kjo do të kërkojë të sakrifikoni kohën personale, por shpërblimi financiar do të jetë i madh. Të dielën, një person i panjohur do t'ju jap udhëzimin e saktë për t'u ngritur në detyrë. Dashi. Udhëzimi juaj gjenial lidhet me iniciativën e menjëhershme dhe ndërmarrjen e rrezikut. Keni pasur një ide të madhe biznesi ose një strategji, por keni nguruar ta nisni. Udhëzimi i universi është, niseni tani. Të dielën do të ndjeni një energji të papritur që do t'ju shtyjë të veproni. Mos e injoroni atë. Shansi juaj për të ndryshuar karrierën është i lidhur me faktin se jeni i pari. Kjo do të kërkojë të investoni para, por mos keni frikë. Gabimi juaj mund të jetë që të dëgjoni këshilla nga persona që nuk kanë vizionin tuaj. Vepro si një lider i vërtet dhe mos e humb momentin. Ky udhëzim do t'ju tregojë se si të merrni kontrollin e plot të fatit tuaj financiar. Një shkrim i shpejt në një letër të dielën do të jetë kontrata juaj me fatin. Ujori. Udhëzimi që ndryshon karrierën tuaj vjen në formën e një ideje kolektive ose një projekti teknologjik. E ardhmja juaj profesionale nuk është e lidhur me punën individuale, por me shkëlqimin brenda një grupi. Udhëzimi i universi është, ndihmo komunitetin. Përdorni idetë tuaja origjinale për të zgjidhur një problem social ose teknologjik dhe fitimi financiar do të vijë në mënyrë të papritur. Të dielën do të merrni një sinjal nga një mik i vjetër ose një kontakt i harruar, i cili do t'ju hap rrugën për bashkëpunim. Kjo do t'ju kërkojë të jeni më shumë diplomatik dhe të ndërtoni hura. Mos u mbyllni në vetvete, shansi është aty jashtë. Një lajm në rrjetet sociale të dielën do t'ju jap çelësin e këtij udhëzimi. Shigjetari. Udhëzimi juaj gjenial lidhet me udhëtimet, edukimin dhe zgjerimin e njohurive. Karriera juaj po kërkon një ndryshim të peizazhit. Udhëzimi nga universi është, kërko më larg. Mos u kënaqni me vendin ku jeni. Shansi juaj për të vepruar të dielën është i lidhur me vendimin për të nisur një kurs të ri, një studim ose një udhëtim të papritur jashtë vendit. Kjo do të hapë dyer financiare dhe profesionale që nuk i keni imagjinuar. Mos keni frikë të shpenzoni para për edukim, ky është investimi më i mirë. Gabimi juaj do të ishte të dëgjoni ata që ju thonë të qëndroni në vend. Ky udhëzim do t'ju tregojë se liria juaj është thelbësore për suksesin tuaj profesional. Një telefonat me një person nga një vend tjetër do t'ju jap konfirmimin. Udhëzimi gjenial u dha. Universi po ju hap portën e karrierës së ëndrave. Mos e humbni asnjë sekond. Vepro të dielën, bëj lëvizjen e parë dhe shiko si gjithçka ndryshon. Liria financiare ju pret. Cili është hapi i parë që do të bëni të dielën? Lini një koment më poshtë dhe na tregoni si do të veproni. Shpejtësia juaj është fati juaj. Abonohuni te Zëri i Universit dhe aktivizoni zilen për të mos humbur asnjë mundësi suksesi.